epope e lavdishme. Gjithherë kur vjen marsi, thesh na shfaqet një ndjenjë veçantë. Na del parasysh Kruja dhe Lezha, Prizreni e Korça, Manastiri e Vlora, Prekazjet e Tova, Tirana dhe Prishtina. Me një fjalë, na del parasysh e gjithë harta e trojeve tona. Marsi, që njihet si muaj i ringjalljes e përtëritjes, muaj i luleve e shpresës, muaj i qëndresës e sakrificës, muaj i dhëmbjes e krenarisë, muaj i lavdisa dhe mjasharit, muaj i së parës shkollë shqipe e cila skaliti fytyrën e kombit. Muaj ngjarjeve kombëtare, të cilat bashkëtojnë brenda nesh, jo vetëm në këtë ditë, por bashkëtojnë me ne aq herë sa marrim frymë gjatë gjithë jetës tonë. Marsi u bë epope e krenarisë tonë, u bë kurore e lavdishme e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. 7 marsi i vitit 1887 u bë nes, jo vetëm për qytetin piktoresk të Korçës, por për gjithë kombin shqiptar. Kjo ngjarje e hapjes së së parë shkollës shqipe në vete përmban përpjekjen dhe sakrificën e shumë patriotëve shqiptar, të cilët me gjatë blatuan ngermat e Shqipës sonë. Është e pakontestueshme se qëndrimet e lidhjes shqiptare të Prizrenit u hodhën në mbrojtje të aspiratave të popullit shqiptar për liri dhe për arsim kombëtar. Krahas luftës së armatosur për liri, ashtu edhe lufta për pakës dritë, do të japë dimensione të reja kombit tonë. Së ndryshe, pa këto dy luftëra që paraqesin simbiozën e natyrshme të jetës dhe të ekzistencës së kombit, nuk do të ishte mundur ruajtja e identitetit tonë. Lufta për zhdukjen e Territ, që nisi më të parë në shkollë shqipe në Korçë, e më pas për hapja e rrezëve të dijes, gjithandej në trollin shqiptar, do të përshpejtoj përpjekjen e popullit shqiptar për liri. Megjithatë, sa që kujtojmë mësontorën e parë shqipe në Korçë, kudo që ndodhemi, brenda apo jashtë atë mëdhëut, kujtojmë shumë adhetar e asëndashës, mësues e patriot që u vunë në balë të përhapjes së drites. Jo pak nga ata e paguan me kokë, jo pak nga ata në pabesi u helmuan, ose pas shpinën nga armiqtë të kombit u vranë. Sa i kujtojmë mësontorën e parë shqipe në Korçë, kujtojmë mësomdhënësit kosovar, të cilët në vitet të 90-ta mbajtën gjallë arsimin shqip në Kosovë. Në këtë kohë të vështira, në okupimin serb, mësomdhënësit ishin ata të cilët dhanë provimin e pjekurisë intelektuale e azëtare para popullit. Ata nuk u gjunjëzuan asnjëherë para pushtuesit serb, sepse shumë më lartë qëndronte misioni i tyre për arsim e moral kombëtar. Gjithherë kur vjen marsi, kujtojmë komandantin legjendar Adem Jashari, i cili u blatua në themelet e lirisë e të pavarësisë tonë. Sot mbi ato themelet e lirisë, në shkollat shqipe të Republikës së Kosovës, buzëqeshja është kthyer. Germat e gjuhës shqipe mësohen pa frikë. E pra, kush është epilogu? Tani erdhi dita, do t'i djegim plagët që i mallkuarin ai hapi, dhe me hirin e tyre do të mëkojmë tokën tonë të dashur, do të punojmë paqen tonë e do të mbjellim të lumtur, se ditë e natë do të mësojmë. Si zbatër me ditorit do të vjellim frytet e punës tonë, do të na qesh fytyra e toka do të mbaj erë buke, erë vatre, se do të vi edhe dita ku në çdo kështjellë shqiptarie do të bien të lumtura kambanat.